Shpresa. Ik merr një pako elektrodash. Timoj, hajde. Shko më sill një qelës 14. E ma sill shpejta? Shiko atë tubin e gazogenit. Hajde shpejt. Miropafshim, më tjerë. Joj. Miropafshim. Miropafshim. U harrove çantën. Dëgjoj këtu. Me të vajtur atje më bëj një letër ose më mirë një telegram. Bëni një telegram? Jo, letër më mirë. Po telefoni kur ta bëjmë? Dëgjoj, shikoj më sotallë. Më shkruaj gjatë e gjë. Si u rregullove, me kë u rregullove, cili ke në dhomë të keqen më sotallë. Ti e di që nëna ka merak. Po që keti, mos të bëjmë merak tash, miropafshim. Shiko se pres letë, mirë. Miropafshim. Shok, ku shkon? Ti je? Mirë, faleminderit. Jam inxhinier i ri. Desha të shkoj në kuadër të takoj pak drejtorin a kryenxhinierin a kush tjetër? Po. Ja ku i ke zyrë. Po dëgjoj. Si to kapitani se po të hynë në mbledhje të iku dita. Faleminderit. Të lutem, ta le pak të çantën? Po syre. Inxhinier, po të presim. Vazhdoni ju se erdha unë. Shok inxhinier. Në ka njerëz sa ka brigada, unë kam të vështirë të harrija fatin që më keni vënë. Po duhen të paktën 2 oksigjenistë. Deri sa të mbaroj kursi, s'kemi ku t'i gjejmë oksigjenistët. Po si do bëjmë? Si do bëjmë? Këta kemi. O inxhinier. Po ne kemi një punëtore pa kategori që ka 3 klasë mesme të Politeknikum. Cila është ajo? Është e vajza, Shpresa. Po shëtit gjitha brigadët kanë tjerë se nuk e mban asnjë nga brigadierët. Pse mos futet ai në prerje? I beson shkollës saj ti? Dashuria ka bërë në shkollë. Ja çka bër? Do t'i thua ta vënë në prerje.
Po sigur nesër të bëjnë një gabime, e mbati përgjegjësinë? Po dhe me njerëzit nuk luhet. Nuk është në futboll ta edhe më në këtë. Mirë, nga brigada mos e luani më. Dash keni të mangesni mua, ha? Ajo nuk ka për të lëvizur më poshtë e lartë. Sa për punën e prerjes zgjedheni vetë. Edhe inxhinierin ja ku e keni. U sqaruam. Mirë. Ajo është Shpresa. Kush? Ja, ajo vajza aty. E ke patriote, e nje? Jo. Piro, kjo është 505 dhe duhet mbaroj urgjent. Në rregull. Po dhe nuk do bishte mbrëmje? Jam pak e lodhur. Po unë me këto kërcej? Do të them diçka, po nuk të vjen keq. Jo. Nuk të vjen keq. Jo pra. Mos e jam më këtu. Ne punojmë bashkë, po njerëzit mund na keq kuptojnë dhe për mua nuk është mirë. Duket se ta kam thënë dhe njëherë tjetër. Ti ma ke thënë, po unë s'kam dëgjuar gjë. As tani s'dëgjova gjë. Atë në mirë. Ikna silë sa elektroda. Timoj, shko më silni 14. Shpresa! 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 Kanelën! Shpresa! Shko thuaj të lëshojnë oksigjen. Shpresa çfarë ke? Jo, asgjë. Shpresa! Shpresa! Shko thuaj të lëshojnë oksigjenin. Ke më punë me mua? I ka buknë, pa shojë me të. Firmos tu, inxhinier, firmos. Po të kam thënë, nuk e kam në njën për pungja. Jeni dhe ju më shpejton, mos e bini tash. Inxhinier, ju lutem kisha një fjalë. Po? Rri brigadier, se nuk është sekret. Ka më shumë se një vit që kërkoj të punoj si oksigjeniste, mirë po. Nuk më kanë krijuar mundësinë. Ju lutem, ndihmoni të marr vesh, bëhet apo nuk bëhet? Që të mos ta kërkoj më Nuk këtë bëhet kjo punë. punë, se nuk e kualifikim. Kur të hapet kursi të futesh, pastaj shoj me bëjmë. Unë kam bërë 3 vjet shkollë të mesme profesionale, ti më thua futu në kurs. E ke diplomën? Bjerë të shoj. A pra ku e ke diplomën? Po pse ka përshte diploma ti? Oh. Më fusin prova. O të bindem unë që se bëj dot, ose ky që i ka gabim. Ne po na zjen koka, qupe. E nuk kemi ngjetë të marrim ty në provim. Unë nuk erdha të më marrësh ti në provim. Unë erdha ti. Një minutë. Vasil, ik në kuadër se mos na ikën normisti se zgjidhun këtë punë. Shpresa vazhdo punën, nesër t'ja pun përgjigje për këtë. Kanin, hajde 1 minutë. More, si është puna asaj Shpresës se unë akoma nuk e kam të qartë plotësisht domethënë se ç'bëhet me të. Drejtoria e inxhinier, që ta fusin prova për oksigjeniste, Po. do një rekomandim nga brigadieri ku e ka punuar. Në rastin tonë nga Vasili. Po ai nuk do, nuk e jep. Po pse? Nuk do.
Po vetëm për kaq gjë ajo ka domethënë 2 vjet që vjen poshtë lart pa zanat? Vetëm për kaq. Ke parti? Interesant. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si u ktheve? Dgjoj, ajo vajza Shpresa që sot do punoj si oksigjeniste këtu. Niko, poli Shpresës të vi pak lart. Kush na pas ka vendosur për këtë? Pola unë me kryenxhinierin dhe ai më la mua në dorë. Në rregull. Shpresa! Eja lartë se do inxhinieri. Po ti nuk do ke nis fare të llafosesh me mua? Po unë e di mendimin tënd për këtë çështje. Nuk e kuptoj inxhinier pse gjithë ky interesim, nuk po e marr vesh. Fare thjesht, asaj kanë bërë pa drejtësi. Fute, po ke për t'ja par hajrin asaj. Nëse unë për vete nuk jam dakord një. Kjo punë ka marrë fund. Ti po që se keno një ankesë, ik drejtori. Ashtu? Do punosh si oksigjeniste. Mire? Ik në magazin dhe merr veglat. Shoguleko. Shoguleko. Një minutë. Ore, po... Që nga interesanti madhe i pirua. S'pjot ka as për ty, as për mua, as për drejtori. E futet çupën në prerje. Si do vi? Mirë, bisedojmë ata. Dgjoj, Vasil. Unë këtë punë e lash në dorë Piros. Edhe më duke se nuk është zgjedhur keq. Çfarë tërheqin ke tani? E ka mendin au ju Aleko. Dua punën, nuk dua llafe. Ani qofse inxhinierit, i pëlqen të luajë me të mos shfrytëzoj postin. Ke fakte për to që thua? Po është një gjë që bën mua Aleko. Bën mua, po çka ka qenë dimonxhen? A më shpërka? Apo e mori vesh se kush është edhe? Pse, cila është ajo sipas teje? Ari Aleko tash. Prerjen besoj e di, eh? Duhet të ushtrojmë pak se kam kaq kohë që se kam zënë kanellën me to. Tjetër ka? Faleminderit. Hamit. Do punosh me Shpresën, derisa të rikujtoj prerjen. Ndihmoj për çdo gjë që të ketë. Në rregull? Më vjen mirë që sot do punojmë bashkë. Kurse mua më vjen mirë që po punojnë profesionin tim. Dgjoj këtu. Leri këtu. Ti e kupton shumë mirë se ku ka fjalën. Bëre edhe një hap të përvëlorë. Mos u bëj merak se vendi ka zënë ku. Alo, 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 la 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 la. Akoma ti? Alo, alo. Shpejt pas do vonohemi. Po prit pas se pas bukurohemi. O shok, atulemi dhe ne këtu. Gocë më falni, janë të zëna këto vende. Po mirë, gjithë vendet e zëna që nga këtu kështu? Më falni, ju lutem kuptoni drejt. Nejse, pas ka qenë këtu. Po le, tash ti kam qenë, kam qenë, lutem shumë. A me di ku je, çu bëre? Mirë, si je? Dgjoj, unë pa pak të shpresë.
Ku shkon me kohë? Ama zanë shumë kurioze. Me gju blu. Me gju? Sa simpatik e bashku sfejt. Është inxhinier i ri që punon me Vasilin në një brigadë. Me dasën tënë punon? Po, me këta ke këthua. Me mua jo një. Priti se gjej unë se me ka e ka. E gjeta. Ami, me ka e ka. Ama se jam shumë kurioze. Me të bukuroshe. Me shpresë? Me shpresë, no? Po ke parti që nuk e barë fare? Ka. I që dhe si ndeshme. Që pas ka qënë të mërshme tjetër. Sa më nërë, që janë të thonë. Që ngem të rezi sot, më duket. E drejtë. S'jam. Ore, mos na shkruan një vjersh aty. Në shkollë të mesme në artim me zi, mirja 5. Atëre, kërën në dashuri. Nuk besoj. Mua dhe në fakultet më bani si rast veçantë të shprehjes dashurisë, ose mirë të themi si frikacak në dashuri. Më thënë, dashurin të ta shprehni dhe jo t'jo shprehje. Nuk e di. Më duke se ora ime liridalje smaroj. Sot është mbjellë dhe varemi nga gratë. Të kam zili. Për gjysmë ore do është me gruan e me fëmijët, ndërsa unë ne kam shtëpinë larg, s'kam mundësi duat vetëm. Drejt, ashtu është, për ka probleme të tjera më. Vjen një kohë kur njeriu është gruaja, ka nevojë fëmijët, për pak ngrohtësi. puna, ja çerdhja, Ja, ja shumë gjëra kofshi, që ka s'e shumë vajtë. probleme. Erdha. Miru pafsh. Gjithë mirë. Nesër bisedojmë për atë Mirë. probleme. Më falë, mbasi s'duhet vija, po janë ja vetëm pak të vetmuar. Është pak vonë, po me qerdhet. Ulluni. Më falni vetëm këto më ndodhen. Faleminderit. Pse më shikon ashtu? Se si duhet të të shoh. Nuk e di. Pse erdhe? Si? Pse erdhe këtu? Më duket se të thash një herë. Po më se duket pas kam bërë gabim. Prit. Unë duhet të ta përplasja derën fytyrë që në fillim. Po nuk e bëra se të detyrohem për diçka që ka shumë rëndësi për mua, për profesionin. Ndoftë unë citova. Po s'do qoftë më duket se thash që erdha thjesht për të biseduar. Për të njohur. Në qoftë se ti nuk e dëshirën, mund t'i gjit. Po mua më pyete? A e kam dhe unë këtë dëshirë? Isha mësuar me këtë jetë vetmuar larg fjalëve të njerëzve dhe ja vjen ti papritur hyn në dhomë. Apo më bëre dikur një të mirë dhe erdhe të marrësh shpërblimin? Hm? Po jënë, Se shpejt që u fyeve.
Po mua që më kanë fyrë të rjetën, çfarë duhet bëj sipas teje? Më fal. Ç'do me thënë më fal. Unë besova sinqerisht kurse ti. Nuk mendoja se do të shqetësoja kaq shumë. Qofse njerëzit do ta marrin vesh këtë që ndodhi këtu, do të më bëjnë mua fajtore. Kurse për ty përkundrazi do të thonë djali shkathët. Po nuk jam djali shkathët. Të paktën në atë kuptim me të cilin e përdor ti këtë fjalë. Dhe në përgjithësi nuk marr shpërblim për të mirat që bëj. Natë mirë. Inxhinier, vazhdojmë ne? Ik se do vi unë aty po ik. Ç'do shpresa? S'do. Ajo një mastiqe e ti. Qa mastiq? Ajo është e të kam parë. I kam du njërë 3 orë në balkon, nuk dhe. Ja. Për në. Po ti ç'a bëndi? Prava i tregone? Vajza. Urdhro. Inxhinierin brëm e kanë parë në dhomë me shpresës. Mos. Vërtet? Është të zgjuar zonja, i bie mirë kalemit. S'ka faj ai. Është i ri inxhinieri dhe s'ja di historitë prandaj. Tamam. Kush është e urtmi ajo? Se ngjilli mbuluar, po nuk e meriton ajo. Po ti ç'ke? Vjen në natë. Ha buk, ha. Ç'kan që e marrin tjetrën për gojë? Çu ka bërë? Mirë, mirë. Ha buk ti, se kanë me ty ato. Vete pa martuar, po është duash ti. As ke për të martuar. Unë do t'u kthehem. Po ti ç'ke ti? Shiko. Ato ç'kan? Moj do ta mbyllni atë gojë apo si e keni hallin? Po ti ç'pate ti? Ç'keni me tjetrën që i binim qafë? Çu ka bërë? Po i kam. Ti shtrëngo fort atë burr që ke dhe mos e zgjat shumë. Ç'të duhet ty? Më duhet mua, se nesër do të flisni edhe për mua ju. Edhe në qoftë se do të flasim, shumë mirë do të bëjmë. Pse e ndershme të duket ty një vajzë që dikur ka pas një burr dhe sot bredh me një tjetër, a? Si t'ja vëmë me kësaj fal? Po Lena të ham buk tani. Lenani. Ju lutem shumë Lenani. Remaj ti. Kjo po. Jemi mirë, se s'na ndonjë gjë. Veni anesë, Ate, ka fundje. Ri sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Piero çfarë vjet? Pse nuk ka? S'kam gjë. Në atë shpresën nuk duhet të shikoj më. Pse s'keq e ka? Po ti nuk e dëgjon se shlet kantieri për të? Nuk flasin të gjithë. Kantieri nuk është as Atlia as brigadier Vasili. Të thash me të nuk duhet të shikoj më dhe pik. More po tallesh ti? Jo, edhe po ta them për herë të fundit. Dëgjoj, unë nuk jam robot që të bëj atë që tek e ty. Po ule zërin se jemi në rrugë këtu. Ashtu, ë? Mirë atë. Qëndro me të. Amiti me shpresën do punojnë këtu, në ato punë që kanë pas ditë. Jo këtu, Piro, më mirë të punoj ai Amiti atje se është vështirë për atë çupën. Do digjet e nuk ka për t'jullosur. Shiko, ajo vajza na kërkoi ta fusi prerje. Dhe unë e futa. Prandaj hot bëj punën ti ke shtëpi, se do rit merre me nazë umbësh. Inxhinier tek timoneria. Po te timoneria. Ju dy do vazhdoni punën që lat dje. Në fund do t'i kontrolloj vetë. Në rregull? Rriti se e presu. S'është nevojë. Që nga me i natë sot. Dgjoj Amit. Të kam thënë dhe njëherë tjetër të mos vish më poshtë dritares time. Edhe unë nuk dua, po nuk mundem. Sa për mbrëm nuk e dija se kishe mysafir. Ty s'ka që të duhet se kur shyn në dhomë tek unë. Pse folja qash për inxhinieri sot? Nuk e di. Si kështu? Ju jeni bërë edhe shok të ngushtë? Të thash nuk e di. As unë nuk e di përse ti ke filluar të më urresh. Nuk është e vërtet.
Unë nuk ndej asgjë të veçantë për ty, ne thjesht na lidh puna. Po me inxhinierin çfarë të lidh? Si jam e detyruar të t'ja përgjigja? Çudi. Më kujtoja se ti dy ta kishe kuptuar prej kohësh që unë të dua. Më duket se s'kam dhënë shkas për një gjë të tillë. S'ke pse të më duash mua ti. E që jam unë në fundit, një copë saldator. Eri botës është inxhinier, është me shkollë të madhe. Dëgjoj Amit. Unë s'kam nevojë për një njeri që të më doj vetëm një muaj. Po për një njeri që të më doj dhe ta dua për tërë jetën. Këtë njeri do ta doja si do që t'ishte. Por fatkeqësisht ky njeri nuk je ti. U lodhe? Pak. Po ti pse nuk e ikur akoma? E dija që ti ishe këtu dhe erdha të shoh. Më pe? Ato po bëj? Do desha të të përcjellat deri në shtëpi. Sigurisht në qoftë se ti nuk ke ndonjë plan tjetër. Dhe në qoftë se unë nuk të bezdis. Nuk të vjen turp të të shohin me mua? Jo. Nuk kam asnjë plan tjetër. Dhe ti nuk më bezdis. Kam përshtypjen se pas asaj që ndodhi midis nesh, ke filluar të më rish ftohtë. Nuk e di. Tani nuk I besoj me askujt. Nuk e drejtë. Pse? Se kështu ti I mohon vetes një lloj njohje që ndoshta do të sillte ndryshime vendimtare në jetën tënde. Po pse? Kujt mund t'i besosh? Kam kohë që kam vënë re. Ti në përgjithësi nuk I beson njeriu. Je e lodhur, je pak e egërsuar. Diçka duhet këtë ndodhur. Do desha të dija diçka më tepër për jetën tënde. Do me thënë ti diçka di? Aq sa kam dëgjuar nga të tjerët. Si të them, çdo gjë që mund të ketë ndodhur do desha të dëgjoja prej teje. Nuk e di me saktësi ç'përshpërisin të tjerët për mua. Po megjithatë askush nuk e di të vërtetën më mirë se sa unë. Kur isha 11 vjeç më vdiq babai. Mbeta vetëm me nënën. Vitin e tretë në shkollën e mesme, unë njoha me një djalë. Lash në dashurimet. Por fatkeqësisht, unë desha tek ai figurën që kisha krijuar në kokën time. Sepse ai vetë ishte një aventurier I rëndomt. Unë gabova. Ai mbrekti si shpejt. Nëna e mori vesh. Lagje e morën vesh. Fillova të mendoj marrësirë, arrita deri atje sa të më shiroj veten time. Unë bëra një gabim dhe njerëzit nuk duan të më falin.
Prandaj të mos duket çudi që nuk I besoj njeriu. Kushuri në vend që të më qetësonin pas asaj që më ndodhi, nxituan që të më gjenin një burrë dhe aq, sa për të mbyllur gojët e botës. Tani nuk më në sy asgjë. Kjo është gjithë e vërteta. Se e kam thënë njeriut. Ti e I pari shoku im nëse mund të të quaj kështu. Nuk do ta gjykosh jetën tënde vetëm nga një rast. Kam përshtypjen se ti u shikon gjërave vetëm manert. Me atë që mbrektisi unë mbeta shtatësan. Nëna vuante nga zemra. Dhe s'duroj dot. Pas vdekjes së saj nga tronditja unë linda një fëmijë të vdekur. Nuk ke njëri tjetër? U bëra pak llafazane. Jo. Nga lodhur vetmia. Natën e mirë. Do doja të isha pak më ndryshe. Nuk të kuptoj. Do doja të ishim njohur shumë kohë më parë. Pse? Edhe tani nuk është vonë.
Për nga që kohë që jetojmë bashkë një dhëmë, ham, pim, vaj. Edhe nuk du të më marrësh për këtë të për t'i shka, Po t'i gjoj. E kam fjallën për shpresën. E ke vëndërej sa shumë ka ndryshu. Në që kuptim? Kur erdhe në fillim kanë tjera, e ishte ndrojtur. Ishte të regjur nga jeta. Kurse të një punon jeton gëzon si gjithë të tjerët. Gjithë të ndryshime e fitoj këtu në kanë tjera. Po edhe nga tjera. S'po të më vesh. Ti e dë? A ke menduar se çfarë do të bësh me te? Mos harro se ajo është jetime. Ka vetëm kantierin edhe ty. Edhe po të mbiste njërën nga të dyja të shpëtëroj. E ti je ka që ndershëm se ta kuptosh këtë. Ti kujton se unë nuk e kuptoj? Erdhe më në fund. Çfarë ke? Më dukesh pak e shqetësuar. Nuk e dim, kam marrë malli. U bë kaq kohë që s'kam qenë këtu. Mos u qeso, gjithçka do vej mirë. Ke për ta parë edhe. Urdhra. E di. Mirdita. 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 Keni vende? Po. Dhe me një shtrat, ju lutem. Po si? U ktheve? Kam dëgjuar për ty. Po ti mos u mërzit se i ka jeta këto. Ju lutem Chelsea. Po. Urdhra. Dgjoj, nuk më pëlqen të rish këtu. Më mirë hajde shkojmë në shtëpi. Jo, ti ke nevojë të bisedosh vetë me njerëzit e tu. Mua këtu më ke. Nesër shkojmë aty, mirë? Mirë. Se ç'kish në nëmbrëm. Unë duke mërzitur. Mund ta ketë pas nga lodhja. Mos u përpisht me qetësosh. Ajo na ndonjëftot të dyve. Kur i kanë fillim njerëzit folën shumë keq për mua. Tani që u ktheva ndoshta kanë filluar të flasin përsëri. Dgjoj. Rëndësi ka që ne dy duhemi. Asgjë tjetër s'ka rëndësi. A e kuptojnë prindrit e tu këtë? Kjo është nusja e Pirës. Nuse Seza. Gjysma e qytetit flet për ta. Si do dalë nesër në pazar me ta? Po pse zgjodhi këtë fat Piro? Djali vetëm. Si vajti kjo punë kështu? A do t'je në valë të lumtur në këtë shtëpi këta të dy? Sa e mirë që është. Po pse nuk e do nëna? Çfarë ka bërë ajo? Ato ta kuptojnë në një ditë. Prindrit e mi, këtë që bëra unë. Kjo pyetje ka për të më menduar gjatë. Si do qoftë rëndësi ka që unë dhe shpresa dohemi. Piro, hajde, gëzuar. Gëzuar, bravo, kështu. Gëzuar.
Po, me punë talë, me punë. Po shkoj të shtrihem se më dhem pa koka. Mos u shqetësoni. Më ze nga ndonjëherë papritur. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Unë po shkoj se jam pak e lodhur. U lodhe mama? Jo, më jo. Mos u mërzitë se ja erdha. Mirë. Mama, ti nuk e shetë arsyeshme të na thuash as mirëmbrëma? Dëgjoj Leri Lurit se kam diçka për të thënë. Ç'kishe për të thënë e the? Nuk dua të dëgjoj më. Do më dëgjosh se s'bën. Ke një javë që nuk na flet. Çfarë kam bërë? Të kam bërë ndonjë? A jam unë djali yt apo më ke gjetur në rrugë? Jetën tënde ti e ndërtove si deshe. Do më lësh dhe mua ta ndërtoj jetën time si dua unë apo jo? Do më dëgjosh doj ditë apo jo? Piro pusho se nuk droj dot më. S'mund t'i kesh kështu më shtëpia. Pas mund të rrijem. Jo. Ata kanë një jetë të tërë me këto mendime. S'mund të ndryshojnë tani. Ata vojnë në fjalët. E kupton? Ne po vojmë gjithë Piro. Ti se ishe e bërë nervoz. S'mund shkojmë gjikundi bashkë se ty të duket sikur të shojnë gjithë. Unë nuk ju la tikni që këtej.
Nëse unë do të rikëtu, nuk do t'jemi të lumtur. As ju, as unë, as Pirro. Mos ikni, nëna do t'ju falë. Se çfarë kam bërë? Mos është krim që dëshiroj vllain tuaj? Pse të mos jem dhe unë si të gjithë tjerët? Apo mos duhet vuaj të rjetën për një hap që kam bërë dikur? Dëgjoj, Pirro. Nuk dua të futem në mes prindërve të tu. Nuk dua të humbasësh atë. Nuk dua të më humbasësh as mua. Megjithatë unë po shkoj në kantier. Kështu do të jemi qetë gjithë. Pse ndodhi gjithë kjo, Pirro? Kush e ka fajin? Nuk e di. Mbase duhet ndodhte. Si do qoftë, unë mendoj se ata do na kuptojnë një ditë. Mbase do t'i bindim unë dhe shpresa me dashurinë tonë, me fëmijët tanë. Më kupton? Hajde. Dëgjoj, kujdesu për ta dhe më shkruaj. Mira? Edhe ti më shkruaj. Do shkruaj patjetër. Rrugë të mbar. Të fala. Deshuni kantierin detar. Jam motoskafi kantierit, si më dëgjon, Marje? Të dëgjoj shumë mirë, Marje. Dëgjoj, anija minatori që ndodhet për riparim në kantier është anuar në kiç. Është anuar në kiç, si më kuptove? Të kuptova drejt. Merrni masat me një herë. Gjithë kjo ujë është futur gjatë natës. Ç'do bëjmë, kryeingjier? Ta fillojmë vetë. Mos presim sa të vinë tjerët. Duhem nxjerr agregatën sa më shpejt nga uji. E çara duhet të jetë djathtas poshtë. Kush ka punuar atë krah? Shpresa. Ju thash atëherë të mos e fuset. Po ju nuk më përshkruhet fare, mbajeni tani. Ja ku e keni, ju roft. Masa ku zoko, ku e di ti fektin ti? Lerin gjyqjet pas punës. Inxhinier, të kontrolloj me kujdes sidomos djathtas poshtë në sallën e motorave.
Çfarë ke? Frika po ftohtë. Edhe frikë, edhe ftohtë. Dil. Jo, Dil nga jo. uji. Kumba! Ik ndrou se do ftohesh. Vira, me kujdes, me kujdes. Unë tani sa e kontrollova gjithë zonën ku ka punuar Shpresa. Atje jo vetëm defekt që s'kishte, por përkundrazi. Ishte bërë një punë prej mjeshtri. Andaj ti brigadier duhet i matësh mirë konkluzionet që jep. Që do punoni mirë djemët s'kisha ndonjë dyshim. Po që do punoj kaq mirë dhe ti këtë s'ma merrte mendja. Ndofta nga që më jeni vetëm e dëgjuar. Ka mundsi. Kam dashur të të pyes për diçka, po nuk të kam pyetur se ti ke qenë smur. Tani që je më mirë, tani duhet pyes patjetër. Çfarë? Edhe sa kohë do t'i mbaj mëri i djalit. Nuk i mbaj mëria ti unë. Le të vi kur të doj. Por vetëm pata. Po ti nuk e kupton që aje do. Po e do mëj. Po e qëfar fituam neve nga gjithë kjo këmgullje, ha? Hiq vetëm largimin e ti. E qëfar të më zuhet paresim ti të vdesin në njëri nga ne që e të kthejt përsëri në shpinë e ti. Në gjë mua, do t'jetë vonë atëre, shumë vonë, si për ne, ashtu dhe për atë. E po, mirë atëre, Albana, në shtro dargën që një papit, e? Mirë. Ti do vishë tash ndaj me neve, apo të sillim këtu? Ma pini këtu. Albana, mamit, sidhje këtu dargën. Ja edhe. Ka dërguar letër Piroja. Mirë, mirë. Lëre atë. Ç'ke ndërmendosh? Nuk e di. Ose nga s'ma më shpresën amit. Si? Lëre rehat. Dëgjoj, lem rehat ti mua dhe të lutem mos i fut më hundë të punët e mia. Dua të arrosh kupton ti apo jo? Nuk dua. Nuk mundem.
Ti e kupton që unë e dua sinqerisht? E dua! O pse tani? Apo pse njerëzit nuk flasin më? Në fillim ndeshje tallshin. Tani nuk mund ta duash më. Është tepër më. Ajo është feju. Me Piron? Po. Vetëm tani që humba e kuptoj se e kam dashur. Ti e ri Amit. Mendo më seriozisht për jetë, se nuk është lodër ajo. Hajde, trashgojnë. Të trashgojsh. Me jetë lumdur i gjë. Trashgojnë. Shpresa, të trashgojsh i jetë lumdur. Faleminderit. Inxhinier, gjithë të mirat. Trashgojnë. Trashgojsh, faleminderit. Inxhinier? Trashgojsh. Urime, trashgojnë. Jetë lumdur, trashgojsh. Martu edhe kjo. Janë telefon, ora 14:30. Nëna. Mama, mirë je? Mirë. Po që ishte kjo thirrje, na bëre merak. Le tha mos ishe smur praktik. Jo, mirë jam. Po t'ishe bërë kaq merak, do vije më shpesh për t'na takuar. Dëgjoj, ti e di që unë jam në punë të shtetit? Pastaj nuk jam bërë vetëm unë merak. Dëgjoj, Pir. Ti i di vetë punët e tua. Po mirë do ishte të vijet na takoje ca më shpesh. Foli shpesh se e kam këtu. Mama. Mama? Ti e di që nëna ka kohë që më ka vdekur. Nëse ka një njeri që mund t'i thras, kështu je vetëm ti.